Përshëndetje nga sofra shqiptare, kam sjell recetën tradicionale dugagjinose të pulës në tepsi apo pulës me qumsht e shoqëruar me buknore. Besoj se kam ju pëlqy kur ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitjen. Fillimisht kur ta përgatitim këto, na duhet pulë fshati, jo pulë marketi. E kam lorë dhe e kam përcluar në zjarr. Tash bëj coptimin. Kështu. Ja largoj gjithë pjesët, krahorin, këmbët, gjoksin, e ndoj në copsa. Kam bërë coptimin e pulës, tash marr një tenxhere të madhe, të lloji që nuk ngjet, shumë e rëndësishme është të jetë lloji që nuk ngjet, dhe i vendosim pjesë e pulës kështu në tenxhere. Mundohem që t'i vendosim në fund të enës gjithë pjesët. Shtojna një lugë gjysmë të mesme me krep, ose krep mund t'i shtoni sipas dëshirës, mund t'i hedhni dhe melmeza, erëzat përzira, mirëpo unë do e përgatis bashkë në mënyrën tradicionale, ashtu siç e kanë përgatitur gjyshët tona, pasi kjo është një tavë shumë e vjetër, recetë e vjetër dugagjinose është. Dhe i shtojna qumsht, zirja bëhet me qumsht, asesi zguzon që zirja bëhet me ujë. Këtu kam qumsht bio, shumë e rëndësishme është që të keni qumsht bio, sepse me qumshtin e marketit nuk do e ketë atë shijen. E kam blu, është vali nxehtë, kam dikur rreth 1 litër e gjysmë. Shtoj kështu. Mjaftueshëm është, sepse mbulohet niveli i copsave të mishit. Tenxherën e vendosim në zjarr. Ja vendosim sipër kapakun dhe në temperaturë të ulë do e zim dikon rreth 4 orëve. Pula është ende në zirje, është gati që të largohet nga zjarri, na nevojitën dhe 20 minuta që të bëhet zirja. Tash unë do e përgatis një buknore. Zakonisht kur përgatitet kjo tavë, pulë në tepsi apo pulë me qumsht, shoqërohet me buknore apo bukë shtëpie. Kësaj radhe kam vendosur që të përgatis buknore. Në një enë shtojna kosin, unë kam dikon rreth 550 gram me kos. Ju mund të shtoni masat e kosit aq sa persona përgatitni buknorën. Shtojna një lugë të mesme me krep dhe një lugë mesme me soda bikarbona. I përzim mirë. Derisa formohet një lloj shkume. Më e mirë do del buknoria. Në këtë mënyrë nëse ja hedhim sodën e bukës dhe kripën. Përzim për disa sekonda do formohet shkuma. Është formuar një shkumë, tash ja shtojna millin. Pra unë do e përgatis një brumë të butë. Më e mirë do del, do e punoj kështu vetëm se me lugë. Masat e millit nuk dihen hiqse, ju mund ta formoni dhe një brumë më të trash, po kështu një brumë më të hollë, më e mirë do del, vetëm se me lugë do e përgatis këtë buknore. Sa më e butë që t'jetë brumi, aq më e mirë do del buknoria. Përzi, vetëm se dhe pak miell shtojna, nuk na nevojitë tjetër. Dhe kështu brumin e butë direkt dhe kalojna në tepsinë për pjekje. Kam formu brumin,
pra e kam punu vetëm se me lukë, është një brum i butë. Tash dhe kalojna në tepsin. Tepsin kam shtru letër për pjekje dhe kalojna brumin. Pak me vështërsi kalohet, mirë po ja delni. Pa tjetër në tepsin duhet të shtroni letër për pjekje, ose të lini tepsin me vaj, apo ti hedhni mirë. Mundohem gjithë masën e brumit të kaloj. Dhe tash brumit vetëm se ja jap formën. Kam kalu gjithë brumin në tepsin, tash durt i kam bërë me vaj dhe ja jap formën. Kështu duart me vaj, më lehtë e keni të jep një formën. Mundohem të jap formën rrethore me bukur të del. Ta lini më trash, më të hollë, po më hollë, më lehtë të pjekët. Po gocës ja kam dhënë formën, tash marr një lukë dhe sipër e dekoroj kështu. Me bukur të del pas pjekjes. Dhe do e pjekin temperaturë 220 gradë rreth 20 minutave. Pasi pula është zier mjaftueshëm, tash marrim 2 qep, të cilave ju kam largu lëvorën dhe i kam larë me ujë më herët për arsye kohe, i coptoj në copsa jo shumë të vogla, mesatarisht, dhe i kaloj në një tigan. Dhe tigani ku bër një përgimin e qepës duhet të jetë aty lloji që nuk nxeh, sepse qepa duhet të fërgohet në temperaturë më të ulët, pra mos digjet. Coptoj dhe e kaloj në tigan. Në këtë mënyrë bëjmë coptimin e të 2 qepëve. Tiganin me qepë të coptuara e vendosim mbi zjarr dhe i hedhi vaj. Vaj do i shtoj dikon rreth 100 ml, mjaftueshëm, dhe qepë do i fërgojna në temperaturë të ulët dikon për 10 dhe 15 minuta duke i përzier vazhdimisht. Shumë është e rëndësishme që qepët të fërgohen në këtë temperaturë, mos digjet, dhe siç e theka, tigani duhet të jetë i llojit që nuk nxeh. Qepët i kam fërgu mjaftueshëm, janë zbutur. Tash e shtojna një lugë gjelle të mbushur plot me biber të koq. E përzi, kështu, që të përhapet biberi koq në gjithë masën. Dhe tash masën e largoj nga zjarri. Qepën e fërguar me biber të koq, tash e kalojna në një tepsin, marrim një tepsin më të madhe dhe e kalojmë kështu. Mundohem që ta përhapi në përgjithë tepsinin. Kësaj çove apo si të theni, qepa jep një shije shumë të mirë. Mjaftueshëm kam bërë përhapjen. Pula është zier mjaftueshëm, tash është e gati që të largohet nga zjarri. Këtu kam dikon rreth 300 gram me mos katrunit, cilave ju kam shtu 4 lugë gjellën me kos, marr pak lëng apo qumshtin e zier dhe shtoj tek maza, kështu. Ja 2 garuzhe do jetë mjaftueshëm. Dhe përzi masën mirë, kështu, derisa ta fitojmë një masë të njëtrajtshme. Kam përzier masën mirë, tash e shtoj në tepsin. Kështu, përhapim gjithë tepsinjen. Maza katunit ja jep një shije shumë të mirë. Mund që të shtoni dhe të blerë në market, mirë me mos katuni vërtet do del shumë e mirë. Shtojna nga lëngu.
hedhi gjysmën e lëngut, lëktushëm është, dhe morim mishin e zier, e vendosim në tepsi, zier mjaftueshëm, zier në temperaturë tullt, është bërë shumë i mirë. Ta shojna lëngun e ngelur, përhap kështu. Dhe tepsinjën e fos në furrë të nxehtë 250 gradë për 15 minuta. Ju mund ta lini dhe më gjatë, mirë po 15 minuta është patjetër, varet se sa të rreshtë e doni. Pogaçja është pjekur, e kam larguar nga zjarri, ka një aromë të mirë, mbuloj me një pecetë kuzhine dhe e lëm që të ftohet. Kam larguar nga furra, ka një aromë jashtëzakonisht të mirë, e loj pak që të ftohet dhe është gati për konsumim. Është ftohur pak, ta ndojmë pogaçën dhe ta shihni se si ka dalë. Vërtet ka dalë shumë e mirë pogaçja apo buknorja, ja si duket në rëndësia, është e butë, e shkrift. Ta shohim se si ka dalë dhe çorba apo pula në tepsi. Vërtet ka pamje shumë të mirë, tamam tradicionale dugagjinose. Dhe shija nuk ka për mi mungu, asnjë ushqimi tradicional nuk i mungojnë shijet dhe janë më të mira ushqime në botë. Kjo është mënyra motra dashura se si përgatis pulë në tepsi apo pulë me qumsht në mënyrën dugagjinose e shoqëruar me buknore. Besoj se u ka pëlqyer, mirëmbëjtje nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.